Në Tiranë u mbajt për herë të parë konferenca e 63 e Platformës Europiane të Autoriteteve Rregullatore. Delegacione nga 42 vendet e Europës u mirëpritën në Shqipëri nga Autoriteti i Mediave Audiovizive. Drejtuesja e këtij institucioni, Armela Krasniqi, shpjegoi fokusin e punimeve që do të mbahen në kryeqytet për 2 ditë. Dua t'ju them që është një proces pune që po zhvillohet brenda në këtë event. Nuk është një konferencë e hapur për median, janë tema mjaft të rëndësishme dhe sigurisht ne me njëri tjetrin, të gjithë antarët e EPRA-s, mundim të shpërndajmë informacion të domosdoshëm, praktikat më të mira dhe se si implementojmë, pra se si zbatojmë në ligjet tona nacionale. Krasniqi bëri me dije gjithashtu dhe hapat e ndërmarra në rastje të shkeljeve. Ama flet nëpërmjet tërheqjeve të vëmendjes dhe ama flet nëpërmjet sanksioneve apo gjobave, le të themi në gjuhën e përditshme, që ne i vëmë medias. Dhe unë mund t'ju them që në 5 vjet ne kemi vënë rreth 38 gjoba për mbajtje audiovizive të papërshtatshme me ligjin dhe kemi vënë po ashtu 44 gjoba sa i takon piraterisë. Dhe të gjitha këto gjoba së bashku ne kemi bërë një përllogaritje, shkojnë diku ke 80 milion lek të reja ose 800.000 euro. Pjesë në mbledhjen e 63 të EPRA ishin dhe Këshilli i Europës, Observatori Europian Audiovizual, si dhe zyra e përfaqësuesve të OSCE për lirinë e medias.